Vë si elitës si shërbeu CIA-s për 10 vjet, pastaj zbuloi të vërtetën tronditse. Evani, protagonisti ynë, bën një punë disi të çuditshme. Sa herë që zbret nga një aeroplan, ai shkon në zyrën e sendeve të humbura dhe të gjetura për të marrë një valixhe. Pastaj blen një gazetë dhe shkon te njoftimet, ku deshifron emrin e objektivit të tij të ardhshëm, duke përdorur një nga reklamat. E gjithë kjo bëhet sipas një rregulli të re për të mos u shoqëruar me askënd. Pavarësisht se sa se mund të jetë, ky është Evani, një vrasës me pagesë. Pasi merr emrin e objektivit të tij të ardhshëm, ai merr me qira një dhomë hoteli pranë vendodhjes dhe përgatit mjetet e tij. Të nesërme në mëngjes, ai vjedh një uniformë dhe shkon në port, ku merr kontrollin e një Vinci. Kjo i jep atij një pamje të qartë të rezidencës së mbrojtur me shumë kujdes të objektivit të tij dhe i lejon atij të formulojë një strategji. Pasi të ketë siguruar pozicionin e tij ideal, ai kthehet natën me një pushkë snajperi. Gjë e parë që bën është eliminimi i rojeve, pastaj rojeve në çati, gjë që i lejon atij të hyjë në ndërtesë pa asnjë problem. Tani atij duhet vetëm të gjejë objektivin. Për këtë ai duhet kontrollojë çdo centimetër të shtëpisë, derisa më në fund të gjejë shenjën e tij dhe të aratiset përpara se të shfaqen përforcimet. Më pas, ai shkatëron çdo provë që mund ta lidhë atë me krimin